Përshëndetje miqtë mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Teatarot 2025. Ju përshëndes nga zemra gjithë abonuesit e mi. Jam shumë mirënjohëse. Gjithë shikuesit e mi, gjithë komentuesit e mi. Jam shumë mirënjohëse dhe falenderuese nga zemra. Dhe tani do të bëjmë një pyetje. Personi i zemrës tuaj luan me ju apo e ka seriozisht këtë lidhje që ka me juve? Pra luan apo e ka seriozisht këtë lidhje, këtë histori dashurie? Personi ju i zemrës luan për ju, lufton fort që këtë lidhje ta ketë shumë serioze, pra mos të luaj me ju. Ky person është në pritje, është larg dhe është një person shumë pozitiv. Ai ka qëllime serioze me ju. Rrota e fatit më tregon që ju keni një ajmali, një fat në jetën tuaj që keni këtë person, pra e keni të dy bashk. Ky është një person shumë human, edhe nga ana shpirtërore dhe nga ana e bollokut të materiale. Në kullën e tij ka larguar njerëz shumë negativ. Ai gjithmonë vjen drejt jush me mendime pozitive, me pasion, ju shpreh emocionet e forta që ka për ju. Vuan këtë largësi, e vuan shumë. Është një person shumë i kompletuar, është një person magjik dhe ju ka pranë në çdo moment, edhe në momentet e tij të vështira. Do të krijojë një familje me ju. Dhjeta e kupave më tregon krijimin e një familje. Pra, a ka aq seriozisht sa mendon një jetë familjare me ju, për të qenë në këto atë të mrekullueshëm, me këta kolopucat vegjël, në të lëndin të mrekullueshme. Lajmi është i shpejt. Keni një lajm shumë të shpejt që merrni nga personi juaj i zemrës. Nuk luan me ju dhe ju do seriozisht për të ndërtuar një jetë të bukur. Me kë rezonon kjo histori? Me digjëreshën, me tashin, me shigjetarin, peshoren, me gaforen dhe luanin. Kurse me gërmat e alfabetit mund të rezonoj me zën, r, o, t, r, e fort, s, l, s, l, y, b, gj dhe sh. Faleminderit shumë miqtë mi. Mos harroni të më bëni subscribe, një like dhe një sensi të vogël poshtë videos.